Piu këtë lëng për një javë çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Lëngu i panxarit të kuq dhe hudhrave është një recetë e vjetër e cila përdoret edhe për largimin e toksinave nga organizmi. Largimi i lëngjeve toksike ose helmuese nga organizmi është thelbësor për mbarvajtjen e shëndetit. Stili ynë i jetesës, dieta ose mjedisi i jashtëm përthithin shumë toksina radikale të lira të dëmshme, mikrobe e të tjera. Të gjitha këto të fundit në organizëm futen dhe ndërpresin funksione normale të organeve tona vitale. Largimi i lëngjeve helmuese është çelësi për një organizëm më të shëndetshëm. Detoksifikimi i gjakut ndihmon në eliminimin e të gjitha lëndëve helmuese, papastërtive dhe përmirësimin e funksioneve të veshkave dhe të mëlçisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Veshka dhe mëlçia punojnë në mënyrë për të rregulluar edhe vetitë e tyre të përgjithshme, të cilat mbrojnë organet nga dëmet e shkaktuara nga toksinat. Gjithashtu ky lëng ndihmon organet edhe nga ndikimet që shkakton stresi dhe ankthi në organizëm. Vetitë mjekësore të hudhrës, xhinxherit, panxarit të kuq dhe limonit ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të mëlçisë, veshkave dhe gjakut, duke ndihmuar në mirë funksionin e tyre. Ndihmon në pastrimin e gjakut. Pastrimi i gjakut largon toksina dhe radikale të lira të cilat shkaktojnë probleme në trup, siç janë alergjenët, dhimbjet e kokës, imuniteti i ulët ose probleme të tjera shëndetësore. Gjaku i shëndetshëm ndikon në lehtësimin e funksioneve të trupit duke transportuar oksigjen dhe lëndë ushqyese në të gjitha pjesët e trupit. Lëngu i panxarit dhe hudhrës mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj. Përgatitja e këtij lëngu purifikues do ju ndihmojë të pastroni natyralisht gjakun nga toksinat, mëlçinë dhe veshkat. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë: një panxar i kuq mesatar, një thelp i hudhër, 2 feta të hollë xhinxher, një lugë çaji me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: kalojeni të gjitha përbërësit në një blender. Në fund shtoni lëngun e limonit, nëse dëshironi më pak ujë, pijeni me stomakun bosh. Konsumojeni këtë lëng deri në 7 herë brenda javës dhe në këtë mënyrë gjaku, veshkat dhe mëlçia do të pastrohet tërësisht nga toksinat. Përfitimet kryesore të këtyre përbërësve janë: hudhra përmirëson nivelin e presionit dhe lehtëson punën e arterieve. Panxari është një pastrues i fuqishëm i gjakut, përmirëson qarkullimin e tij. Xhinxheri parandalon piksjen e gjakut. Lëngu i limonit përmban vitaminën C dhe antioksidant. Mollët në këtë pije rregullojnë funksionet tuaja të gjakut dhe janë një lehtësues gjithashtu i procesit të tretjes. Nëse panxari nuk është pjesë e regjimeve tuaja ushqimore, duhet ta përfshini. Panxarët përmbajnë fitonutrient të quajtur beta-alains, të cilët kanë efekte antioksiduese, antiinflamatore dhe detoksifikuese. Kjo perime gjithashtu përmban vlera ushqyese të fuqishme që mbrojnë zemrën nga komplikacionet dhe zhvillojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit. Sipas WebMed, do të rendisim përfitimet kryesore që jep lëngu i panxarit në trupin tuaj nëse e shtoni atë në dietën e përgjithshme. Panxari ka përbërës që parandalojnë dhe luftojnë qelizat e dëmshme. Fitonutrientët që jep ngjyrën e kuq e panxarit luftojnë dhe parandalojnë zhvillimin e qelizave të këqija. Ullëntimet kanë treguar se panxari është efektiv në trajtimin e problemeve të pankreasit, gjirit dhe prostatës. Kombinimi efektiv i antioksidantëve dhe antiinflamatorëve e bën atë një kandidat të mundshëm për të reduktuar rrezikun nga radikalet e lira në organizëm. Panxari është një detoksifikues shumë i mirë edhe në pastrimin e mëlçisë. Panxari është i pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në trupin të pastrohet nga toksinat dhe të forcojë gjithashtu ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Panxari është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për persona të cilët do vuajnë nga kapsllëku. Panxari është i pasur me nivele shumë të mira të fibrave të cilat kontribojnë në shëndetjen e zorrëve, duke i bërë ato një zgjedhje ideale për të mirëmbajtur mineralet dhe lirimin në përzor edhe në rutinën e shëndetshme në lehtësimin e komplikacioneve të kapsllëkut. Panxari është i pasur me vitaminën C, gjithashtu edhe me fibra, së bashku edhe me kalium dhe me mangan. Këto minerale esenciale janë jetike për funksionin e nervave dhe të muskujve tuaj. Veshkat, pankreasi dhe mëlçia kanë nevojë që të mbahen të shëndetshme dhe
Përfshirja e panxarit në dietën tuaj mund të jetë një element shumë i mirë ushqyes në këto raste. Panxari është një zgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj edhe për uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut. Pirja e lëngut të panxarit mund të ulë nivelin e presionit të gjakut dhe të mirëmbajë gjithashtu organizmin tuaj. Ndaj konsumi i tyre në dietën e përgjithshme mund të jetë një mburojë shumë e mirë. Ekspertët tregojnë se panxari është një aleat e organizmit tuaj edhe në betejën kundër inflamacioneve kronike. Ndaj, shtimi i tij në dietën tuaj mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë në këto situata. Shumë probleme fillojnë për shkak të inflamacioneve në organizëm. Betain është një lëndë ushqyese tek panxari që mbron qelizat, proteinat dhe enzimat nga stresi. Ajo gjithashtu lufton edhe problemin e inflamacionit dhe mbron organizmin tuaj në mënyrë të shëndetshme. Ndaj, përfshirja e saj në dietën tuaj mund të jetë një nga elementët më të rëndësishëm ushqyes në përditshmërinë tuaj. Lëngu i panxarit është i njohur si një pastrues dhe ndërtues i gjakut i cili ndihmon në krijimin e qelizave të kuqe. Studimet kanë treguar se lëngu i panxarit përmirëson strukturën e gjakut, lehtëson problemet e qarkullimit të zorrëve dhe të sistemit të tretjes. Sipas tyre, lëngu i panxarit shkrin gurdh në veshka, në mëlçi dhe në pshikzë. Ullontimet kanë gjetur se një gotë me lëng panxari në ditë ul presionin e lartë të gjakut, sipas American Heart Association. 1/3 të rritur ka tension të lartë të gjakut. Në vitin 1950, doktori francez nga Hungaria i dha personave të pinin 1 litër me lëng panxari çdo ditë, të cilët e kthyen atë në një efektiv në luftën kundër komplikacioneve. Përfshirja e panxarit në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një element shumë i mirë ushqyes. Për sa kohë nuk e teproni, konsumi i panxarit mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të rritur vlerat e trupit. Lëngu i panxarit përmban antioksidant, elektrolitë dhe komponentë të tjerë që mund të mbrojnë edhe shëndetin tuaj kardiovaskular dhe gjithashtu të mbrojnë shëndetin e trurit, të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Panxari është një nga perimet të zhardhokme rrënjë të ëmbël që shumë njerëz e duan dhe disa të tjerë e urrejnë në përditshmërinë e tyre, por përfshirja e tij në dietën tuaj sipas normës lejuar ditore mund të kthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Panxari mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e presionit të gjakut. Një studim i vitit 2022 raportoi se nitrati dhe lëngu i panxarit ulin presionin e gjakut të rriturit me hipertension. Nitratet janë përbërës të lëngu i panxarit që shndrohen në oksid nitrik në gjak dhe ndihmojnë në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut, citoi WebMed. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj mund të cilësohet si një mburojë e vërtetë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Panxari mund të përmirësojë qëndrueshmërinë gjatë stërvitjes. Konsumi i lëngut të panxarit mund të rrisë nivelin e nitratit plazmatik dhe të përmirësojë performancën fizike. Ullontimet e vitit 2017 treguan se komponenti afatgjat i lëngut të panxarit ka përfitime si në përmirësimin e aftësive fizike, reduktimin e raskapitjes, përmirësimin e sistemit kardiorespirator. Megjithatë, ekspertët tregojnë se panxari nuk duhet të konsumohet veçma sidomos lëngu i tij, por i kombinuar me lëngun e mollës ose me përmbajtje të tjera siç është karrota, mund të kthehet në një aleat të vërtetë për organizmin. Panxari mund të japë rezultate fantastike për personat që duan të ndihmojnë të mbajnë peshën e tyre trupore nën kontroll. Lëngu i pastër i panxarit ka pak kalori dhe praktikisht nuk ka përmbajtje të lartë të yndyrës. Kjo është një arsye pse është një opsion i shkëlqyer për të gjithë ata njerëz që duan të kenë një peshë më të mirë trupore. Megjithatë, mbani në mend se panxari është i pasur me sheqera natyrale dhe nuk duhet të konsumohet në sasi tepër të mëdha. Panxari mund të ulë gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira në organizëm dhe mund të kthehet në një aleat të vërtetë në mbrojtjen e shëndetit. Ai është një burim shumë i mirë i mineralit të kaliumit. Panxari është i mirë në kalium, minerale, elektrolitë këto që ndihmojnë nervat dhe muskujt të funksionojnë si duhet. Pirja e lëngut të panxarit në mënyrë të moderuar mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve optimale të kaliumit. Nëse e konsumoni si duhet në dietën e përditshme, do të merrni edhe përfitimet e duhura. Por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.